unë të kisha qenë, të isha pyet unë, repsisht të kisha ndalu zhandre tjera, të paktën për një 5 vjet e ardhshme, se këtu jetën e njerëz të kanë dramë. Ne përjetojmë për momentalisht me një tragjedi jetësore. Tash edhe ti të e pas jetën në dramë, njerëz ti ngarkosh edhe me një dramë tjetër, gjë që ne i bëjmë ftesë të vinë që të relaksohen në teatro, se një buzëqeshje ta hek një breng. Absolutisht, paktën ta hek për ato një orë e gjys, ti haron se i haron do brenga, do mundime që i ke pas, ose do t'i kishim brenda javës, paktën është një farë dozë e kënaqësisë, pak një dozë që ja jep vetvetit tanë. E vërtet. Kurse ti të vish aty dhe të shifsh edhe jeta, drama, kështu që njerëzit të kanë jetën dramë, nuk kanë nevojë që të vinë të shohin edhe drama. Me qenë se kolekti me i respektoje, i përroj për rolet që ti bajnë, po unë ashtu e mendoj.